Do duhet të kalojmë tek aktet konkrete të cilat ofrojnë zgjidhje. Për ta lidhur edhe me zhvillimet e ditëve të fundit, këto ditë pam që ishin bllokuar në kufi kryetari i grupit parlamentar të koalicionit Vlen në parlamentin e Maqedonisë Veriut dhe 2 deputet në pikën kufitare dhe arsyeja që ata kishin dhënë se policia shqiptare i kishte bllokuar për shkak të ndërhyrjes së tyre në protestat, i kanë në një farë mënyrë indirekt akuzuar si nxitës të protestave dhe këto akuza janë shtrirë natyrisht të elefantin në dhomë që ne po diskutojmë të zoti Kurti dhe lëvizjave vendosje. Ju si e shihni, mendoni, domethënë keni ndonjë evidencë ose me çfarë keni dëgjuar gjatë kësaj kohe, duke qenë se dhe studioni këto gjëra nga afër, të ndonjë lloj interferencë politike siç patën dikur me lëvizjen vendosje në Shqipëri, janë e zotit Kurti për të shtrirë influencën e tij? Apo jo? Apo është egzageruar kjo gjë nga ana e qeverisë? Unë mendoj që është egzageruar, nuk ka asnjë të dhënë që të tregojë ose të demonstrojë që zoti Kurti është i investuar seriozisht në rrëzimin e Edi Ramës në Shqipëri. Tani nuk është sekret që marrëdhëniet me zotit Kurti dhe zotit Rama nuk janë shumë të ngrohta, dhe nuk kanë qenë të ngrohta për një kohë shumë gjatë, për shkak se të dy janë udhëheqës të cilët pretendojnë primatin në hapësirën politike shqiptare. Dhe për qenë sinqert, Albin Kurti është i vetmi lider politik në hapësirën shqiptare i cili ka qenë i aftë të hynë në lëkurë Edi Ramës, për shkak edhe të aftësive tij komunikuese, formimit intelektual, të cilët nuk duhet t'ia mohojmë, dijes tij të thellë për shumë çështje, por edhe qëndrimit koherent, i cili pavarësisht se ka pasi farkosto në moment të caktuar për Kosovën, duhet ta vlerësojmë dhe t'i japim hakun. Ndërkohë, edhe të njëjtin kamp mitologjik. Ky qëndrim koherent i pa kompromis i Kurtit ndaj ndërkombëtarëve, ndaj ideve që ai ka në raport me Kosovën, ndaj një pjesë të atyre që ne e quajmë oligark ekonomik si në Kosovë, si në Shqipëri, e ka vendosur në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë Edi Ramën. Pra e ka ekspozuar sepse ka bërë një kontrast shumë të madh mes dy udhëheqësve. Megjithatë, unë nuk kam asnjë dhënë apo më mirë me thënë nuk besoj që zoti Kurti është investuar në protestën në Shqipëri kundër qeverisë. Sepse përndryshe edhe nëse do ta bënte, mendoj që nuk do ishte e shëndetshme. Ne duhet të respektojmë dinamikat politike në vendet respektive. Shpeshherë ne kemi qenë kritik edhe në dy për çaste paternaliste të Shqipërisë në raport me Kosovën. Por një lloj mendoj që duhet të jemi po ashtu kritik nëse Kosova tenton të interferojë në politikën e brendshme të Shqipërisë. Ne jemi dy shtete të njëjtit komb edhe duhet të jemi të kujdesshëm në raporte të tilla sepse rrezikojmë që të krijojmë krisje qarje të panevojshme dhe pa diskutim që kjo do të na dobësojë si faktor politik në rajon. Aq më tepër ku marrin përsipër paternalizimin e kampeve të rivale politike në Shkup, apo jo? Pra një afërsi e BDI-s me Partinë Socialiste në Shqipëri dhe zotin Rama dhe një afërsi e vlen me Kurtin. Po pra, e shikon, kjo krijon një lloj dualizmi, një lloj qarje të panevojshme mes shqiptarëve. Çka mendoj se është edhe një ndër faktorët kryesorë sepse ne kemi humbur shumë stacione në rrugtimin ton historik drejt shtetëdërtimit, si në Shqipëri, por edhe në Kosovë, por përtek kësaj drejt konsolidimit të faktorit politik shqiptar dhe integrimit të shpejt në familjen evropiane, aty ku në fakt qysh në kohën e rilindasve kemi pas dhe vazhdojmë të kemi objektiv të ankorohemi. Si keni parë protestat, besoj keni ndjekur edhe nga Londra, besoj edhe nga Tirana. Si keni parë zhvillimin e tyre deri në këto momente, plusat dhe minuset apo leksionet që mund të nxjerrin në mbledhur? Tani është vështirë të bësh një analizë gjithëpërfshirëse, shtëruese e lirë, sepse protesta është një ngjarje në zhvillim.